Epidemia e gripit ka gjunjëzuar Greqinë dhe situata pritet të përkeqësohet më tej sipas specialistëve të shëndetësisë. Javët e ardhshme janë veçanërisht shqetësuese në lidhje me gripin, ka thënë profesoresha e epidemiologjisë greke, e cila ka folur për mediat në lidhje me të dhënat që dalin si në nivel ndërkombëtar ashtu edhe për Greqinë. Vërehet një shpërthim i virusit që transmetohet tek fëmijët në një përqindje shumë të lartë. Si shpjegoi ajo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po regjistrojnë shkallën më të lartë të vdekshmërisë së dekadës së fundit këtë vit, me 17.000 vdekje deri më tani, kryesisht për shkak të gripit të tipit K. Në të njëjtën kohë, në Britaninë e Madhe, ndërsa kishte filluar të vihej re një ulje e vdekshmërisë në lidhur me gripin, normat u rritën përsëri pas sezonit të festave. Edhe në Itali situata është tepër shqetësuese, pasi javën e kaluar janë regjistruar të paktën 800.000 shtrime në spitale me simptoma të rënda të gripit. Në Greqi, sipas ekspertes në fjalë, situata gripale erdhi më pas dhe të rrezikuar janë kryesisht të moshuarit mbi 70 vjeç. Mjekët bëjnë thirrje për vaksinim sepse kështu ulet edhe rreziku i ndjeshëm. Ata thonë se sipas autoriteteve vaksina është më shumë se 55% efektive kundër sëmundjes. Java që vjen pritet të shënojë edhe kulmin e epidemisë gripale në Greqi. Mjekët theksojnë se gjatë kësaj periudhe gripi është po aq i rrezikshëm sa koronavirusi, pasi të dy sëmundjet prekin seriozisht njerëzit e moshës 70-80 vjeç, ashtu si edhe virusi sincikal i frymarrjes.